që secili person të lajmërohet të dermatologu, që të testoj tipin e lëkurës, të din çfarë lloji të lëkurës ka, sepse janë gjithsejt janë 5 lloje të lëkurës dhe jo vetëm që rutina ditore dhe krema ditore duhet t'i përshtaten, po flasim për lëkura të shëndetshme, për persona të shëndosh. Jo vetëm që duhet t'i përshtatet tipit të lëkurës, po duhet t'i përshtatet edhe grup moshës e individit. Për shembull, rastisi çdo ditë në praktikën e përditshme, në ordinancën time, Dermaline, rastisi çdo ditë të kem paciente të reja, të cilat përdorin produkte jashtëzakonisht të shtrenjta, produkte shumë kvalitative, mirëpaq shumë bëhet abuzim në fytyrën e tyre, sepse nuk është për shembull një lëkura e një 20 vjeçari